Trupi i pajeti 26 vjeçarit shqiptar, I cili ishte shpallur I zhdukur që nga mbrëmja e së dielës në Foria, në provincën e Salernos në Itali, është gjetur pranë një toke bujqësore në afërsi të shtëpisë që ai dhe 2 persona të tjerë tentuan ta grabisnin. Prokuroria e zonës ka urdhëruar autopsinë mbi trupin e viktimës. Vendi I zbulimit të trupit është treguar nga vetë 60 vjeçari italian, në shtëpinë së cilit 3 persona dyshohet se tentuan të futeshin për ta grabitur. Përleshja me armë dyshohet se ndodhi në shtëpinë e Aurelio Valiante, 60 vjeç, I cili qëlloi me armëzjarri sapo pa 3 personat. Si pasojë, 26 vjeçari shqiptar u qëllua për vdekje dhe një tjetër u plagos rënd dhe ndodhet aktualisht I shtruar në një spital në Napoli në gjendje kritike. Personi I tretë u zhduk pa lënë gjurmë. Policia italiane ka nisur një operacion të gjerë kërkimi në zonë, por deri më tani ai nuk është gjetur. Zhdukjen e të riut e kishte denoncuar gruaja e tij, e cila ditët e fundit kishte deklaruar përpara karabinierëve dhe mediave se burri I saj, pasi ishte vrarë, ishte marrë zvarr nga pronari I shtëpisë. Djali tjetër që mbeti I plagosur na tha se ishin qelluar teksa po dilnin nga banesa dhe se burri I saj ishte lënë në tokë dhe më pas ishte tërhequr zvarr, që nga ajo ditë nuk kemi pasur më lajme prej tij, tani duam vetëm të vërtetën, ka deklaruar ajo. Karabinierët dhe prokuroria po hetojnë tashmë rastin. 60 vjeçari italian u paraqit këtë mëngjes në prokurori, shoqëruar nga avokati I tij. Ai thuhet se ka pranuar se ka qelluar dhe ka transportuar trupin e të riut larg banesës së tij. Mësohet se ai e ka pohuar vrasjen dhe ka deklaruar se ka transportuar trupin e të riut larg banesës së tij. Italiani akuzohet për vrasje me dashje, lëndim të rënd fizik dhe fshehje të kufomës. Për momentin ndaj tij nuk është marrë asnjë mas sigurie, por prokurori I cili ndodhej në vendin ku u gjet trupi po shqyrton mundësinë e kërkesës për arrest me burg në pritje të rezultateve të ekspertizës balistike. Në vendin e zbulimit të kufomës, situata u tensionua në një moment, pasi shumë bashkëdhetar të viktimës erdhën duke kërkuar një përballje të drejtpërdrejtë me pronarin italian, që I mori jetën 26 vjeçarit shqiptar. Ndërhyrja menjëhershme e karabinierëve bëri të mundur që situata mos të dilte jashtë kontrollit.